Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të mënduar me komentin e gjuzit Amma. Kemi trajtuar në takimin e kaluar surën Al-Kauthar. Dhe kemi përmendur se kjo sure prezenton begatin, mirësin e Allahu Xhallahu Ala ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe pastaj gjithë ato që ndjekin në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pas surës Al-Kauthar pason surja Al-Kafirun. Tash besoj këtë nditje ka fundi më nuk kanë me lajmëru për shkak se është shumë e njohur. Sura Al-Kafirun të nderuar është një sure e cila edhe në aspektin e pozitës që ka në Kur'an është shumë domethënëse, por në aspektin tematik është shumë e rëndësishme. Do të fillojmë as pari nga aspekti i surës në pozicionin e saj në Kur'an. Sura Al-Kafirun ka ardhur pas surës Al-Kauthar. Çfarë lidhje ka surja Al-Kafirun me surën Al-Kauthar? Në surën Al-Kauthar të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Xhallahu Ala ka përmendur mirësitë e shumta që ia dha pejgamberit alayhi salatu wasalam. E këto mirësi kryesisht ndëlidheshin me ahiretin. Kautheri, xheneti, kënaqësia Allahu Xhallahu Ala, të gjitha këto të ahiretit. Po Allahu Xhallahu Ala ia dha edhe begatitë e kësaj dhunjaje. Mirë, po në fokus të surës Al-Kauthar është begatia që Allah ja dha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Një begati e veçantë që e gëzon vetëm Muhammedi alaihi salatu wasallam dhe nuk e mban për vete, e ndan pastaj edhe me ummetin e tij. Kemi thënë se prej burimit të Kautherit mbushet një post i rëndësishëm që gjithë musliman kanë me pi para se me i në xhenet. Pejgamberi ka thënë, kush pin prej ti nuk etet asnjëherë. Pastaj ka përmend Allahu Jalla Jalaluhu në fund inna shani'aka huwa al-abtar. Ai që ty tenton me nënçmu, ai që ty tenton me të kundërshtu dhe ai që të urren ty, ai do të jetë i patë ardhmë, apo nuk do të ketë pasardhës. Nuk do të kush do të vazhdon me përmend emrin e tij. Nga sa ta kështu e akuzonin pejgamberin alayhi salatu wasallam për faktin se çdo fëmijë që linte pejgamberi së sprovoj me vdekjen e tij, përveç me disa të tjerë. Andaj, surja Al-Kafirun ka ardhur me tregu fillimisht rrugën drejt Kautherit. Nëse ta kemi dhënë ty Kautherin, ta kemi dhënë ty këtë begati, këtë mirësi, cila është rruga që shpije deri atje? Është përmbajtja e surës Al-Kafirun. Dhe e dyta, të nderuar vëllezër që mund të përmend si lidhje, pse ka shumë lidhje tjera me surës Al-Kafirun e surës Al-Kauthar, është se në fund të surës Al-Kauthar është përmend urrejtja ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në surën Kafirun përmendet se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka asgjë personale me Kurajsht e Mekës. Nuk ka problem me ta për hise as për dunja. Çështja është komplet në besim. Nga sa ta kanë përzgjedh për vete në tyre një besim, bestytni, të pakapshëm, të paargumentuar, të bazuar në thashëthëme dhe në tradit e në zakon, ndërsa pejgamberi ka ardhur me shpallë dhe me dije. Prandaj, kjo është arsyeja pse urrejnë pejgamberin alayhi salatu wasallam. Andaj është një lloj jo s'po them shfaqësimi, po është një lloj prezantimi real i raporteve. Domthonë, ata e urrejnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pse? Nga sa ai ka ardhur me një besim të duhur, s'po them më të mirë, sa ata se kanë të mirë heq, me hadru idhujt edhe me gjunzu para një skulpture që vetë e këndërtu me dorën tonë është absolutisht e papranueshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka provoku ai urrejtje, por ata janë përgjigjshme me armiqsi dhe me urrejtje. Dhe gjithashtu të nderuar, ajo që mund të përmendet në lidhje me surës Al-Kafirun edhe surës Al-Kauthar është se në surën e Kauthar është përmend urrejtja e Kurajshit nga pejgamberi sa duke përmendur
tendencën për me nënçmu me përbuz me bazën e sprovës që e kishte me fëmijët e tij. Ndërsa surja Kafirun tregon distancimi real të besimtarëve ka shi tjerëve. Do më thonë, kur distancosh nga dikush, si kur të përmenim, nuk është për shkak se ka apo s'ka pare, ka apo s'ka fëmijë, ka apo s'ka pushtet, por distancimi është mbi bazën e besimit në Allahun te bareke ve teala. Nuk është problem dunjaja, por problem koncepti dhe kuptimi që ndërlidhet pastaj edhe me përfundimin në ditën e gjykimit. Dhe kjo lidhje mes dy surave realisht hap mundësi të mira për me kuptuar drejt pastaj edhe mesazhin e porosinë dhe përmbajtjen e surës El-Kafirun. Ndërsa pas surës El-Kafirun është surja El-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Edhe kjo sura të ndërlozur lidhet ngushtë me surën El-Kafirun. Nga se njerëzit e konceptojnë fitoren në forma të ndryshme. Dhe kryesisht fitoria konceptohet kur ka dominim fizik të dikujt mbi dikën, kur ka pushtet fizik material mbi dikën. Kjo matet me humbje dhe fitore. Ndërsa surja El-Kafirun tregon fitoren reale. Cila është fitore reale? Qartësimi i të vërtetës dhe distancimi nga keqja është fitore reale. Që kjo është fitoria? Mundësia që njerëz me ditë ku është e vërteta, mundësia që njerëz me kuptu besimin e duhur që duhet, që kjo është fitore. Që kjo është fitore. Nga se shtjellimi i fesë dhe keqkuptimi i saj dhe keq interpretimi i saj, ku njerëz nuk kanë mundësi me kuptojnë fen që duhet, por si kundërlir të kësaj mund të ketë një fitore të muslimanëve, nuk konsiderohet fitore asnjëherë e cila është në dëm të besimit të pastër, në dëm të njëshmërisë së Allahu xhallahu ala dhe në dëm të rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, përderisa njëshmëria e Allahu xhallahu ala është e qartë, e dukshme, e mundshme që njerëzit ta dëgjojnë, ta mësojnë si duhet, kjo është fitore. Pastaj mbi këtë fitore ndërtohen fitore tjera. Për këtë arsye edhe Allahu te barekuhu teala në fund të jetës së pejgamberit, sikur se kanë përmend, e zbriti surën Nasr se në Kafirun, në Mekë janë sqaruar gjërat. Pastaj në bazë të këtij sqarimi që ka pas mundësi njerëzve mua kumtu, ka ardhur fitore reale çlirimi i Mekës dhe fundi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Prandaj kjo është lidhja mes begatisë dhe fitores mes dy surave është surja El-Kafirun. Surja El-Kafirun të ndërvëllezër ka vlerë, ka anë transmetime, e pse kjo mos pajtim tek dietarët, mirë po Sheikh Albani thotë se hadithi është i saktë, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përmendur se sura El-Kafirun është 1/4 e Kuranit. Sikur se ka thënë pejgamberi për surën El-Ikhlas, kul huwallahu ahad, se është 1/3 e Kuranit, ka përmendur në hadith se sura El-Kafirun është 1/4 e Kuranit. Domthon kuptimin e përmbajtjes, ka përmbajtje të begat të pastër, thotë që përmbajtja e surës El-Kafirun mbulon 1/4 e kuptimeve të tërë Kuranit. Pejgamberi sa këtë sura e ka lexuar shpesh. Minimumi 4 herë në ditë ka lexuar pejgamberi alayhi sallam surën El-Kafirun, një ka lexuar në sunet e sabahut. Kur e ka falë surën e sabahut, e ka lexuar surën El-Kafirun edhe surën El-Ikhlas. Pastaj në sunet në akshamit e ka lexuar surën El-Kafirun edhe surën El-Ikhlas. Dhe gjithashtu pastaj para xhumit pejgamberi sa ka preferuar të lexojë surja El-Kafirun, që besimtarit të bien xhum një lloj vdekje nuk di ta ngritet si dëshmi se po vdes me këtë besim, me këtë qartësi të njëshmërisë në raport me Allahun te bareke ve teala. Dhe gjithashtu e katërta e ka lexuar në përfundim të namazit të vitrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zakonisht e ka lexuar surën El-Kafirun dhe surën El-Ikhlas në 2 rekatë të fundit të vitrit. Në rekatën e parë ka lexuar surën El-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, pastaj dytën e ka lexuar surën El-Kafirun dhe në tretën surën El-Ikhlas. Dhe dietarët kanë përmendur se një nga urtësitë e leximit të surës në fillim të ditës, në fillim të natës edhe në fund të natës është që 24 orëshi të jetë i ndërlidhur me besimin në Allahun te bareke ve teala, dëshmi gojore, pastaj edhe organizim praktik i jetës mbi udhëzimin e njëshmërisë ndaj Allahut te bareke ve teala, ku besimtari këtë temë ka të qartë, nuk lejon të njolloset me asgjë. E kemi të qartë se i tër pushteti, i tër udhëzimi, i tër adhurimi i takon vetëm Allah xhallahu ala, nga sa ai është krijuesi, ai është sundimtari dhe ai është furnizuesi, kështu më radh i takon vetëm Allah xhallahu ala ti përulemi, ti nënshtrohemi dhe vetëm atë e adhurojmë. Atë një konfirmim me përmasa kaq të mëdha dhe kaq kuptim të plot dhe të begat dhe të pasur ofron surja
kafirun. Në anën tjetër, sa i përket shkaku të zbritjes së surës, edhe këtu ka disa transmetime që janë të diskutueshme tek dietarët, se është i vërtet ky shkak i zbritjes apo nuk është i vërtet, sidoqoftë ky nuk e prek orientimin e surës, as kuptimin e saj. Është përmend se duke qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam tek Kabe duke adhuruar Allahun xhalla xhelalu në Mekë, kanë ardhur 4 nga elitarët e Kurejshve të Mekës, si Walid ibn Mughira e të tjerë që kanë qenë elitarët e Mekës, edhe pas një dështimi në përdorimin e mjeteve të dhunshme me pengu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me ndal pejgamberin sallallahu me friksua dhe pasues e tij kur kanë pasur po dështojnë dhe kjo veç po e rrit frymën e udhëzimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam, kanë ardhur me ofruar një kompromis. Ajo është që të adhurohen zotnat e tyre një vjet, edhe ata pastaj të adhurojnë vetëm Allahun një vjet. Do një farlloj përzimje, një farlloj laramanie fetare që ofron një farlloj uniteti në mes të njerëzve. Për hatër të vendit, për hatër të prejardhës, për hatër të raporteve, për hatër të së ardhmës tonë të përbashkët, ne duhet me gjeni kompromis. Cili është kompromisi? Kompromisi është që ti një vjet beson dhe adhuron qysh na po thojmë, ose qysh na jemi një vjet plus ta prishëm qysh tushti e adhurojmë Allahun xhalla xhelalu, dhe është përmend në këto transmetime se si përgjigje në këtë ofertë, në këtë përpjekje për marrëveshje ka surja Kul ya ayyuhal kafirun. Don chartas, ky kompromis është i papranueshëm, i palogjikshëm dhe i refuzuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Surja Kul ya ayyuhal kafirun të nderuar fillon me fjalën Kul, dhe me fjalën Kul fillojnë 5 surat e Kuranit. Surja El Jin, surja El Kafirun dhe 3 surat e fundit, El Ikhlas, Falak edhe Nas. Surja El Jin dhe surja El Kafirun, dietar kanë thënë se Kul e ka kuptimin ndryshe nga Kul i surës Ikhlas edhe surës Falak edhe Nas. Çfarë kuptimi ka Kul në surën El Kafirun? Thuaj, edhe pse në surën Ikhlas thuhet thuaj, edhe në surën Falak thuhet thuaj, mirë po thuaj në Jin dhe thuaj në surën Kafirun ka tjetër, domethënë kërkesë përdorim nga 3 surët e fundit. Kul këtu është thuaj, mirë po thuaj publikisht, thuaje në mas, thuaje kudo që tje, mos hezita, mos u kompleksa, mos ngura fare, as mos u friksa që të deklarash kudo që jep mundësia se ky është besimi jam. Unë në këtë besoj, ky është Zoti jam, kjo është feja ime. Që në këtë fjalë thuaj ka të ndërvëllezër, domethënë ka kënaqësi, ka bindje, ka guxim, ka gatishmëri për ballafaqim me çfarë do dileme diskutimi me botën e jashtme. Besimi është brendia jamja, por e shfaqi në të jashtmën time. Madje edhe në situata, në rrethana ku njerëzit e kundërshtojnë, nuk hezitoj me thonë se unë e besoj Allahun te bareke. Kjo është esenca dhe kjo është baza e këtij deklarimi. Andaj të nderuar, surja Kul ya ayyuhal kafirun fillon me Kul. Pastaj ya ayyuhal kafirun, o ju kafirun. O ju kafirun. Kjo o ju të nderuar e fuqizon Kul se e ka kuptimin e publikut. Don ju që po më kundërshtoni, ju që po ofroni një kompromis të kësaj natyre, ja përgjigja ime. Ju e kam për qëllim. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam realisht me ka pas punë me mushrik i dhujtar, pse ka fjala kafirun për të përfshirë të gjithë ata të cilët refuzojnë dhe mohojnë profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe refuzojnë besimin në Allahun te barekuhu teala. Andaj mushrik kanë qenë ata që e kanë kërkuar këtë kompromis, atyre ju ka përgjigja, por që mos të kuptohet se përgjigja ka të bëjë vetëm me ta, ka fjala kafirun. Fjala kafirun të ndërua lëzër në gjuhën arabe ka kuptimin e mbulimit. Ka kuptimin e mbulimit. Prandaj në gjuhën arabe gjuhësisht, jo fatalisht, kafir i thojnë bujkut, i cili thonë e gjuhën farën dhe e mbulon pastaj me dheqë të del frytja po. Prandaj
edhe Allahu te barë ka përmendur në surën Fat, yu'jibul kuffara, don bima që del nga besimi i mahnit kanë bujqit. Normal edhe muhusit, mirë po në esencë është përmend fjala kufar, do unë ata që e din çka është bima, e din çka rritja, e din çka cilësia e një fryti. Andaj edhe këtu ka aludim se në esencë kujt që prezantohet e vërteta e besimit në Allahun te barekutaala, nuk ka mundësi me e refuzu nga arsyeja dhe logjika është ndosh, por e mbulon dhe tenton me e refuzu me arsye ai më nën të arsyeshme, po në esencë është vetëm mbulim. Është mbulim, po nuk është çmontimi i vërtetës. Von, tim ka kështu na e kena çmontu këtë vërtetë që ti e ke pru. Jo, s'është ashtu. S'ka mundsi tauhidin e Allahut me çmontu kurkush. Nga sa është i fuqishëm në argumente, binds dhe i pranueshëm për natyrën e njeriut dhe logjikën e tij. Mirë, po ka mbulim. Mbulohet me akuza, mbulohet me shpifje, mbulohet me pengesë të komunikimit me masën, e forma ndryshme të mbulimit. E mbulon njëri me interese personale, e mbulon me epshin e tij, ama ka mbulim më tepër se që ka bindje në mohim, se që ka bindje në refuzim. Andaj kjo është një lloj injorimi dhe frike për më marrë me të. Sikurse të ndonjë njëri është kashë në realiteti. Realiteti ekziston. Mirë po tenton realitetin me mohu nga se s'ka frikë me të mu ballavaçu. Frika nga ballavaçimi nuk e marr realitetin. Ajo ekziston. Ka njëri për shembull që ka frikë kushtimisht me shku me bëu kontroll te mjeku. Pse ndel diçka? Nëse e ki si shkove ekziston. Mjeku nuk përdhon smundje, ai diagnostifikon smundje. Nëse e ki ta gjen. Prandaj ka frikë me ballavaçim me të vërtetën. Çështë po përndoj më mirë mos e di çka kam. Ky mbulim, ky nuk ka mundësi me e ndryshuar realitetin. Prandaj edhe besimi është në Allahun xhallahu i qartë, është fakt, është realitet, është natyrshmëria e pastër njerëzore. Tendencat me e mbulu apo nuk e tetësojnë realitetin. Tendencat për me e largu nuk pengojnë njerëzit që t'i kthehen fesë Allahut te barekutaala. Dhe shikoj sa me urtësi është përzgjedh fjala kafirun që shpërfaq tamam si duhet realitetin e mohuzve. Dhe aty që tendojmë me mbulu të vërtetën që ka të bëjë me besimin në Allahun xhallahu ala dhe besimin në udhëzimet që me to erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasoj fjalët e ndërgozur fillojnë disa ajete që në aspektin e jashtëm mund të duken si përsëritje. La a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'budu wala ana a'budun ma abadtum wala antum a'bidun ma a'bud. Ka mundësi me kullikush përsëritje. S'ka përsëritje në Kur'an ato. Çdo përsëritje ka urtësi. Ka një shtesë saktuar që nuk ekziston në vargun paraprak. Nuk ka përsëritje të pakuptim në Kur'an. Na përsëritëm për me mbush bëshllëqet e mungesës së dijes të vërtetërisë. Na bëjmë kështu njerëzit. Ama në Kur'an nuk ka përsëritje në esencë. Përsëritja që neve na duket është me urtësi. Dhe në çdo përsëritje të rrëfimit të ajetit, dietar kanë nxjerrë dobi që nuk gjenden në dobin apo në ajetin paraprak. Për shembull të ndërvozur sura Ar-Rahman, sa është përmend fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. E cilën begatitë Allah po e mohoni, detuar gjinve njerëzve, është përsërit me çdo ajeti. Apo dietar kanë se asnjë s'është përsëritje. Secila thirrje fa bi ayyi ka lidhje me ajetin paraprak, komentohet në lidhje të ajetit, po s'ka përsëritje. Apo s'ka përsëritje. Ose në surën Tahrim që ka wailun yawma idhin lil mukaththibin. Apo s'ka përsëritje këtu. Secila ajet që ka kërcënim mirë për përgjigjësuesit, realisht ka kuptimin e vet në kontekstin e ajetit që ka lidhje me ajetin paraprak. Edhe këtu në kafirun s'ka përsëritje të ndërzuar. Nga se secili ajet realisht tregon diçka aftë. Tregon diçka. Për shembull Allahu xhallahu thot Kul al-kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'bud. Po i marrë të dyjat, pastaj dy tjerat vijuse. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ka ardhur në kohën e tashme, a'budu, dhe ka ardhur me folje që kupton veprimin. Unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. Nuk adhuroj atë që ju adhuroni. Wala antum 'abidun ma a'bud. E as ju nuk adhuroni atë që
unë adhuroj atë. Këtu, mohimi i parë, la a'budu ma ta'budun, nuk adhuroja që i adhuroni, djetarët kanë thënë se mohimi i adhurimit, këtu ka të bëj me atë që e adhurojmë. Atë që e adhurojmë, dëmëhon, atë që ju e adhuroni, unë nuk e adhuroj. Allahu te barekuhu teala. Nuk këtu është për qëllim i adhuruari, është për qëllim i adhuruari. Dhe mohimi i tyne, ose ndaj tyne, se as ata nuk janë adhurues të asaj që unë adhuroj. Nga se Kurajsht e Mekës kanë pretenduar se Allahu na adhurojnë, apo? Ka unë për idhuj, na i adhurojmë li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Na e dhënë të na afrojmë tek Allahu xhallahu ala. Andaj mohimi është i dy kohjeve. Mohim që unë nuk adhuroj Zotin që ju pretendoni se e adhuroni, dhe flet për kohën e tashme, që nuk kupton veprimin e vazhdueshëm, gjithmonë ka me kohën kështu, s'ka kompromis, dhe Zotin që ju pretendoni se e adhuroni, si Zotin tem, nuk është Zoti jam çaj që ju bëni shokatina atë. Mohimi i dy anshëm, edhe në kuptim që pejgamberi nuk adhuron Zotin që ata besojnë te, e pse ata besojnë Allahun, edhe mohimi se edhe besimi ju në Allahun është i papranueshëm, për shkak se është i shoqëruar me prendime të idhujtarisë. Unë po japi kuptimit të ajeteve, pastaj të ndërvëzë pjesa kryesore e dersit është e përmbledhën pika më rëndësi që i ka përmbledhur qëllimisht si mesazhe, nga se komente sus kafirun në rreshtat e saj mundet pastaj mos me pas qartësi se s'la ajet jap ka një kuptim e kompletë mesazhe të përgjithshme që dalin nga surja. Mi përveç kuptimi i surës. Pastaj wala ana abidun ma abadtum. Të skar abudu, po ka abid. Unë nuk jam adhurues. E adhuruesi këtu ka të bëj tash me çka? Ka të bëj me rrugën e adhurimit atë. Do mënyra jam që adhuroj Zotin tëm nuk ka kështu mënyra që adhuroni jo, ka të bëj me adhurimin. Domthon, mohimi i parë ka të bëj me të adhuruarin, mohimi i dytë ka të bëj me adhurimin si proces. E kuptojnë dallimin apo? I adhuruari jam është Allahu, ndërsa adhurimi jam dhe Allahu te barekuhu teala është pjesë tjetër që ndahet nga i adhuruari. Unë Allah t'ja pohaj të drejtën për adhurim, ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe Allahun pastaj e adhuroj sipas asaj që Allahu don. Se ka mundsi njerëzit me e po të parën, Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet, por pastaj në të dytën mos me ndjek rrugën e duhur apo. Andaj shikoni sa bukur ka përmbledh të gjithë përbërësit e nevojshëm për besim sura El-Kafirun. Edhe i adhuruari tjetë i qartë kush është, ajo është Allahu, edhe rruga për të adhuruar Allahun duhet jetë e qartë e që buron nga Allahu xhalla xhelaluhu. Rruga dhe i adhuruari. Andaj ju e keni huq edhe në të adhuruar, edhe në rrugën që të keni përcaktuar adhurimin. Unë në dyat nuk jam si ju ata. Andaj në fund lakum dinukum wa liya din. Këtu lakum dinukum, ju e keni din është feja që thuhet, po në çfarë kuptimi feja? Lakum dinukum, ju e keni mënyrën e adhurimit të juaj, unë e kam mënyrën e adhurimit timën. Këtu nuk ka konfirmim të besimit tyne, absolutisht, por ka realisht konfirmim të distancimit, jo konfirmim të pranimit. Sikurse ka më sqaruar në pikat vijuse. Andaj të nderuar vëllezër, ky është kuptimi i përgjithshëm i surës El-Kafirun dhe dëshmia se nuk ka përsëritje dhe se çdo rresht i kësaj sure realisht tregon diçka që besimtari mohon e që dallon mes veti mohimi i parë dhe mohimi i dytë. Cilat janë mesazhet që mundëm na me i marr nga surja El-Kafirun? Cilat janë këto mesazhe? Mesazhi i parë të ndërruar që mund ta marrim nga kjo surë është se feja është bindje. Feja është argument. Feja është dije. Feja nuk është pazar. Feja nuk është interes që e shkëmbej njerëz mes veti. Dhe këtu dallon muslimanin nga të tjerët. Të tjerët bëjnë kompromis me parimet fetare. A lejojmë këtë punë, këtë shekull, po kur s'kon e lejume, po tash na duhet me leju se njerëz nuk vinë fen ton. Për shembull, çdo fe i ka mundësitë, i ka hapësirat e kompromisit. Në Islam nuk ka hapësirë për kompromis. Feja është e qartë. E qartë, andaj të ndërruvëzër, nuk ka fe në dunja e cila i përmbush standardet me qenë besim i duhur që shëndrohet në bindje të fuqishme përveç Islamit. Nuk ka.
as në kuptimin e prezantimit të Zotit, e as në kuptimin e seriozitetit të besimit në Zot. Merë për shembull, çfarë do lloj prezantimi të Zotit në botë që ka? Çfarë do koftaj? Me pas për shembull një lloj sikurse bëhet për shembull panajiret ose seminaret ku njerëz prezantojnë mallin e vet. Me pas diçka që hajde të prezantojmë Zotin ton. Qysh beson ti në Zot? E ti. Apo, në të shosh çdo prezantim është i pakapshëm, i parsyshëm, se ngop zemrën, nuk e përmbush kërkesën, nuk komunikon që Zot me natyrshmërinë, për shkak se nuk është Zot. Për shembull të ndrozur, nëse do me bin dikon me besu në Zot, edhe në kuadër të përpjekjes me e bin se ka Zot, dhe çaj është Zoti që duhet me besu ti në to, në kuadër të kësaj ti thush, duke lexuar citate nga libri i Zotit tënd që ti beson te, lexon citate ku Zoti flan, Zoti gaban, e ka përmirësuar filan pejgamberi, apo më njëherë tash ti fillon me thonë që më fal, po për me gabu jam vet, apo me gabu jam vet, kush më bëj po besoj vetveten se dikon tjetër ato. Për me flajt flajone, më vjen dikush që flan, që më ruan kur flaj. A kuptuat? Zot që han e gjenë për libra, që sot janë librat referencë fetare të njerëzve. Zoti flan, Zoti lodhët. A kanë thonë ka kriju qetë ditë në 7 u lodhë, e shtune, bushon shtunën Zoti. Apo? A thonë që shtu? Thonë, ata i Zot që lodhët të kriju. Para me thonë Zoti, në keni lodhë të i kriju. Neve me në thonë. Qfarë Zoti kjo? Ne kemi qartë. Allahu thotë surën Kaf, këna kriju këtë e këtë, wa ma mesena min lugub, edhe farës në lodhë. Reagim dhe tyne. Dhe që kjo Zoti jam? Feja është rezultat, është bindje. E mos tim tani në ato përndimit palidhje që njëmë sot dhe të njerëve se bëhet me fetë saktume, se bëhet ma shqiptare, ma patriotare. Këtu e në përndimit qesharake. Këtu e në qesharake të nëzur. Kjo si bën njëra sfes që i thirën ta. Feja nuk është gjuhë, feja nuk është ngjyrë. Feja është argument, feja është bindje. Prandaj ki bindje prezentoje, ki argument prezentoje. Ama ke që një pjesë e feje që je ti pjesëmarrës i saj, i thari se ke që një është se të partë të një konë qështot. Tjetër, kur që zdim për kësaj feje, është hajgare kjo punë. Vëllaj kjo është hajgare apëta. Prandaj, nëjna musliman, jo pëse u konë babgjushi musliman. Jo, dhe dhjem. Jo, për shkak se dëshmit, argumentet, flasin qartas, kush është Zoti jonë. Dhe flasin ballhapur në gjithmonë për Allahun xhallahu ala, kur nuk trembemi nga diskutimi publik apo kudo qoftë për Allahun xhallahu ala. Nga se veç qa bosh ma kënar, veç qa bosh ma dominant në gjithë arenë ku diskutohet për Zotin xhallahu ala. Sikur se Allahu xhallahu ala tha, në Kur'an apo? Hadha khalqullah. Këtë e ka kriju Allahu xhallahu ala. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Ka zëri që kanë krijuar atë juft, jemi çto i ka bo. Hajtë ju kalzojnë që ka bo juve, që kanë me kalzua ata? Që kanë me kalzua ata? Që ka bo i tyne? Kër i ka arë deka, s'ka mujt deken me nalë, qëfar Zoti apë? Andaj, la të e khuduhu sinetun wala naum. Madhështia përzimit Allah në najtë kursi është të ndrozit e mahnitshme. Wallah është e mrekullueshme. Në 10 paragrafa Allah flet për vetën e tij, sesli paragraf godet gjithë ta ndërtesat e tjera falsot besimit. Për ta shpërfaqur fuqinë e besimit në Allah xhallahu xhalu. Ky është Zoti jam, hadha rabbi. Ç'ky është Allah jam? Ç'ky është Zoti jam? Sikur se tha Ibrahim sa publikisht, apo? Ç'ky është Zoti jam? Çan këta ty fshapta. Që vjen i thënë dikush me shtak çka do bën, nuk mund një shtak me anal. Një shkap s'mund me anal ato. Ai feja është bindje vëllazë, feja është argument, feja nuk është hajgare. Andaj edhe shumë njerëz janë bu musliman edhe në bazë të argumenteve, po në bazë shkafit e janë bu musliman. Në bazë të seriozitetit të muslimanëve të kapur për fetyne. Apo, s'ka kompromis. Alkooli është haram. Po ani kartë bëjmë kur se bëjmë halal. Muslimani pin alkool, po sartë për ditë që gjuna bën, e kundërshton fen. A me fe kur halal si bëhet? Kur te në ditë gjykimit, kur s'bëhet kjo halal? Absolutisht. Haram është kjo punë. Ose tjera të kësaj rrugë. Andaj, në musliman s'ka kompromis në këtë aspekt, e ndrojnë fen.
Po, mund me martu një musliman, me bo gjunaqar. Ndodh kjo punë, ka gjunaqar, po. Ama aja bartë përgjithësinë e ndryshimit. Feja është fe. Feja është feja, për. Edhe ndryshohet. Andaj është çështje serioziteti. Kështu s'ka pazar, s'ka kompromis. A mbledhëm ne e bëjmë një fe bashkë. Po s'munësh, Allah, nuk munësh. Nga se kjo është jo serioze e paqëndrueshme dhe në start e rënueshme. Këtë ka tregu domthon surja Al-Kafirun. La abudu. Sadroja të çadronia. Çështja e dytë të ndërum që e ka sjell surja Al-Kafirun, domthon krahas tregimit se çka është feja. Apo çysh identifikohet një musliman me fetë vet, identifikohet me besim të pastër, identifikohet me adhurim të qartë, me bindje, me stabilitet dhe pa mundësi me bë kompromise në dëm të fesë. Ç'kjo është identiteti jonë fetar. Ndërsa kur bie fjala tek pjesa e dytë e surës, ku ka distancim. La a'budu wala antum wala ana. Apo ka distancim këtu. Apo ka distancim. Andaj muslimani të ndrozë e ka të qartë besimin. Qartësia e besimit e prodhon distancimin. Se jemi qartë, e di pinstar, po hajde provojmë diku mos s'ki që apëron Allah. Hamdan, unë e pinstar distancona. Pra muna me thonë, hajde të provojna mu bashku. Helbet mos të bëhë diqka. E provojna burë, zbot nomi. Themi pinstar, s'ki që apëron, se s'u bashkohë mund. Nuk mund fejt mu bo një. Pa mund të shmasht. Nuk mundet. Nga se të një fej në palcën e saj kurizore, apo në palcën e saj kurizore është hynizimi njeriut. Apo, ndërsa në palcën tonë kurizore, apo është refuzimi hynizimit njeriut. Apo, qysh ka më të bashku? Me ek boshtin kurizor, qysh rëne në koma, sëni? Pa mund shmështë të du. S'ka mundësi. Kjo është baza. Mos vazhdojnë pasaj tutje me dallimet e mëdhaja. Andaj besimtarit distancohet. Edhe distancimi i tij është, do të thonë, shaj identifikuese e tij apo. Shaj identifikuese e tij. Prandaj të ndërvozat, kur them që distancimi është shaj identifikuese, çka nuk kupton? Nuk kupton se kushdo që dëshiron me eliminu elementin e distancimit, realisht apo don me shkatërru Islamin. Për shkak se Islami imponon distancim, dashtë. Nga natyra e Islamit është me imponu distancim. Distancim deklarim, në besim, distancim në mundësi të kompromisit në dëm të bindjeve tona fetare. E pa mund të shmështë apë. Prandaj kur thot, ju nuk adhuroni, unë nuk adhuroj e kështu më radhë, këto të gjitha të ndërruar janë fuqizim i këtij distancimi. Edhe në aspektin e të adhuruanit, edhe në aspektin e adhurimit, mënyrës së adhurimit. Prandaj mbetet identiteti fetar i besimtarit i pavarur dhe i distancuar nga të gjitha identitetet tjera. E drejta e çdo kujt është mu identifikuar me çka don, mirë po identiteti jonë musliman është i qartë edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e adhurimit. Prandaj distancimi është nga objektivat shariatike. Distancimi është në palcën e mësimeve islame. E fenegjallu lë mujrimine këllë muslimin, ma alikum kefe tahkumun. Që është kriminalt, mohuesit, përgneshtuesit, ti bëjmë si musliman që nështruar, që ka keni, që është po gjikani? Qëfar gjukimi është kjo ato? Në është e qartë, s'bon bashkë, nuk bon bashkë. Sikur se në dunja nuk bëhet bashkë kriminali me njërë në ndershëm, a bëhet bashkë? A bëhet bashkë tradhtari me heroin, a bëhet bashkë? E s'bon bashkë. A mundëm dikun me një vend, për shembull, me abon një lapidar, tradhtarve dhe herojve bashkë. U konë që u konë, ata kanë tradhtu, jenë habit, qashtu ka pak kanë punu me armikun, po tash jena një, ja u bëjmë të një lapidar, lavdi, tradhtarve, lavdi, herojve, e tonë bashkë. Kjo fatë lera mania, banë kjo lasnje, po, shkan kjo punë kështu. Jebe s'shkan kjo punë kështu, po s'shkan, tradhtarët e djetë kë kanë venin, kanë tradhtu djetë, tejnë kiamet janë tradhtarë. S'nërën kjo punë. Herojt janë heroj. Si janë fliju kanë dëshmu kanë sakrifikuar një heroj. Kur si përzin dunja këtë punë kështu. Nëse njerëzit sun përzien, se është pastaj dëmtim, e qysh Zoti përzihet me njerëzit? Qysh ka mundësi me zbrit Zoti nivel të njerit? Qysh ka mundësi me ndodh? E kjo a pranohet kjo? E pa pranueshme të ndodh. E pa pranueshme është. Prandaj distancimi është
do më thonë, çështje e domosdoshme. E domosdoshme. La a'budu, sa adhuroj, Zoti jam sërë që Zoti juve. Asnjëherë. Pastaj, nga dobit të është edhe që e cika në fillim, të ndërru vëllezër, do më thonë, thuaj, duhet me konë stabil, me konë kenar edhe i bindur, në çështje e besimit. Besimi jonë, të ndërru vëllezër, është besim që të bënë ballhapur, vëllai, të bënë kenar kudo qoftë. Kudo qoftë. Në çfarë situate që ti beson në Allahun xhalla xhelaluhu. Lexo për Allahun Kur'an. Sa të lexoj për Allahun Kur'an, shtohet dashnia për Zotin vëllai. Shtohet madhimi për Allahun xhalla xhelaluhu. E pamundshme është me lexuar për Allahun Kur'an mos me dash. E pamundshme është me dëgjuar për Allahun xhalla xhelaluhu, që Allahu flet në Kur'an e mos me madhnu. E pamundshme është. Prandaj një besim që të mush dashni, t'jap madhnim, t'jap kënaqësi. Çfarë arsye ke mos më shpërfaq? Çfarë arsye ke mos më përhap? Çfarë arsye ke mos më fol për të? Falë Allahut, fal për besimin, fal për imanin. Qase kjo është çështje që realisht njerëzve ju duhet sot. Njerëz kanë nevojë të dëgjojnë kush është Allahu xhalla xhelalu. Kanë nevojë me ditë. Kanë nevojë njerëz me ditë kush është Zoti i gjithësisë. Kush kujdeset për ta? Kush kanë me ditë tamam në hijen e mësimeve të Kuranit. Sikurse surja El-Kafirun, ose në vjem surja Al-Ikhlas, kul huwa Allahu ahad. Më tregu se veç Allah është ai që nuk ka nevojë për neve. Të gjithë na kemi nevojë për Allahun xhalla xhelalu. Çështja tjetër të ndërmozën është se kur flasim për distancimin, na nuk e përjashtojmë mundësinë e diskutimit. Distancimi nuk nënkupton mungesën e diskutimit. Po, a ka dialog mes feve? Po ka në kuptimin e ballavaçimit të argumenteve, në kuptimin e qartësisë së besimit të duhur. Kështu ka. Po dialog që nënkupton shkrirjen e kufeve, apo ato që ka filluar tash të promovohet në çarqe ndryshme, si feja abrahamite, për shembull. Këtë po kthejmë te Ibrahim alayhis. Edhe këtë më mund një fe. Mirë, me standardat e kujna, me dikuna du të më boja, me dikuna këna më bo. Nëse dëni me standardat Ibrahimit alayhis, po në venë më lavëtën. Ibrahim alayhis shukon, po me njëra. Ama cilë Ibrahim, Allah? Cilët Ibrahim i dëni me bo? Nësë Allah gjellë në që ka tha? Ma kane Ibrahimu jehudijen, wala nasranijen. Ibrahimi s'ka qenë as jehud, as krishter, s'ka qenë. Walakin kane hanifen musliman. Ka qenë i pastër në besim dhe musliman, i nështuar Allah gjellë u ala. Dënë si Ibrahim a.s. do është marrë të një piti, Muhammedi s.a.s. pa tjetër atën. Mirë po feja abrahamite për të mbulu projektit politike që të zhduken gjunë të besimit të dur, e kjo është pasaj shumë tendencioze dhe rrezikshme atë. Andaj, çdo dialog, çdo diskutim që shkrin kufet, mjegullon besimin dhe arsyeton idhujtarin dhe hyjnizimin e njeriut, është i refuzuar. Çdo diskutim që nuk kupton qartësimin e palëve, në çka beson ju se s'po dim, po jena këtu me kallu gjithmonë. Ju musliman, a thoni që është vend, çdo vend ku kërkohet me sharu jemi që aty. Çka thot Muhamedi ason për vrasjen e njerëzve, që ju kallzojna, nuk më shefëm kurrë. Në fen ton nuk ka asgjë që na turpnon, e themi inshallah s'na thinin për çetem se si çka bojmë. Na s'kem kështu. Asnjë tim se kena që bëjmë dua inshallah s'na thirrin. Se kem, na bëjmë dua inshallah na thirrin. Inshallah veç mundsojnë me dëgju fjalën Allah xhallahu ala për temat e caktuara. Nga se jena faqe bardh, edhe kenar. Pse? I për shkak se jena të fortë. I për shkak se kur flet Zoti xhallahu ala dridhen të gjitha vllazënjëm. S'ka tjetër atë. Ktu Allahu po flet, na flasim me Kur'an. Ktu flet Muhamedi alayhi salatu wasalam. Andaj çka kimu friksu pe kësaj? Kudo qoftë. Po, dialog që nuk kupton sqarimin e gjërave, largimin e paragjykimeve, uljen e tensioneve, po, qartësimin e gjërave, largimin e akuzave, shpifjeve, këto po, gjithmonë. Që tjetë e qartë çka është islame edhe çka nuk është islame. Mu ditë, ama mu kriju mjegullina, nuk ditë kur çka ka. Sa më rëndësi, pak aty marrëm, apo? Na nuk e kemi ndërmend me ndërtu lapidat larmanisë. Nga se e dim çka saktësisht çka besimi i pastër dhe çka besimi i njëllosur.
Kështu që duhet me dallu mes distancimit dhe diskutimit. Diskutimi me standarde që i përmena dhe tjera që idiota ka përmen, pa tjetër nuk bie ndesh me distancimin, absolutisht. Nga se edhe në diskutim, s'ka qara pa u shpërfaq distancimi. Mirë, po në çdo diskutim, ku tentohet me eliminu distancimin, apo dhe me aktru parafrimin në dëm të një feje e ndobi dikuj tjetër, pa tjetër që musliman këtë nuk e pranon. Edhe këtë refuzon surja El-Kafirun. Gjithashtu të ndërmozën nga dobi dhe mesazhet e kësaj sure, pasi e bërëm hyrjen atje me kuptimin e surës, është se Allahu xhallahu ala kur tha lekum dinukum wa liya din. Ju e keni fen e juaj e unë e kam fen time. Disa e kanë marrë këtë atë si arsyetim për të pranuar besimin e tjerëve. Në çfarë kuptim me e pranu? Islami e ka pranu të drejtën e të tjerëve me u deklaruar besim. Dhe ka përcaktuar rregulla ndaj tjerë ndaj kategorive të tilla. Për shembull, besimin e krishterë a e ka pranuar Islami në kuptim të së drejtës me besu që ashtu? Po. Për shkak se s'është kërkuar me kujt gjojsh krishter lufta me ta, apo ose me dhushëm drafin, jo apo. E drejta në kuptim të lirisë që e ka pa Allahu xhallahu ala. Prandaj ka përcaktuar rregulla, apo të martesës, të ushqimit, të bashkëtesës. Pse? Gjasë nuk synon eliminimin total të palës, por insiston në diskutimin e brendshëm njerëzor mes palëve me argumente. Po, kjo është e pandalshme. Ndërsa ai ka drejt më shpreh besim çfarë don. Këtë drejt nuk ja eliminon Islami, në kuptim të lirisë që ka pa Allahu xhallahu xhelaluhu. Jo që ai ka drejt këtë në kuptim të mirë, po ka drejt në kuptim të lirë, po andaj dallon me pas liri e dallon me pas mirë. Dallon. Sot njerëz për shembull kanë liri, a bojnë në bazë të lirisë që kanë gjithmonë mirë? Jo, ka njerëz që keq përdorin lirinë, ka njerëz. Ama Allahu ja ka mundsuar, është liria e tij, është drejtë e tij. Andaj në kuptimin e kësaj të drejtë dhe këtij pranimi, po. Ama pranim si opcion i mundshëm e kon me e vërtet, e të këqyrëm çka ndodh di gjykimet, ja kështu to. Na si ai film eksperimente. Po. Si ai film eksperimente. Për shembull, çka nëse ata e kanë mirë? A është pyetje për muslimanin kjo? Për shembull, pse e ka që bindu veç ti e ki mirë? Pse e ka që bindu? Mund ai me pas mirë. Të ndozë thash feja nuk është çështje apo polemikash, të pafund me filozofike. Çka? Ka dal. Se e dihet apo. Për shembull, e ki telefonin tënë me fakturë që ki ble. Ta vjedh hajni. Ta për gjipet të ta me pikirtëm. Edhe e nëzën policia. Edhe e qëtë në qëqë. Faktit është i qarë që telefonin është i ytja. E ka marrë, me kamera ka njëzu kejtë faktin në qartë. Edhe gjykatë që është duhet. Ato e dënan me dënim meritor, të këtën telefonin. Edhe thot ati që ka marrë gjykim për këpunë, thot. A ki në i fjallë me thonë? Thot veç një e kam. Mos u bë ka që sigur që ke gjyku drejt aftën. A pranohet kjo fjallë? Që mos u bë ka që e më dëshu gjykatë mund, një me mos që po din ti kombo. La faktë në shqyqara, të peshe faktet. Telefoni i këtina, kjo kështë në dure në gjep. A ne të ndërëzër, kjo është veç diqka banale që e përmena. Nuk është kjo qështje helbet. Edhe kjo ka të fakte. Kjo. Ta është a natë që të është. E me thonë që vallahi natë është. Më thonë dikush, ka të këra mos të këtë. Mos bëbi, ani, ti me nënë gjërë të përmë. Le një opcion me kondit. Të që edhe është ti apën, mire kia? Pësë në është të është, a je mirë o lati? A jetu pa mirë apën? A është shtu? Ani ka sene që nuk pranojnë mundësi dytë. Nga se është e qartë. Ka argumente, ka fakte, ka sërime. Përndaj këtu punë janë qarta. Nuk ka për debote i qka nëse, i s'ka këtu nëse. Nga se ka të bejene e rrushtu minë lëgaj. është bëjë qartë, rruga e duar nga rrugicët e tjera që nuk kanë udhëzim. Andaj të ndërlozur, nuk duhet me hap asnjëherë diskutim të kësaj natyre që ngjall rezerva tek njerëzit për finë tyre. Për shembull, na di gjykimit ka opton. Mirë, ka po. Me bëmë mos me pas për shembull, lesi opcion që atë. Shmelon e vëlla, nëse lesi opcion si musliman, kë punë feja është e qartë e jona.
Nuk është për shembull në gjithçka leni opsion, apo leni opsion. Sikurse në diskutim me një peatist, një mendimtar bashkëkor, i ka unë ateisti apo. E çka nëse nuk del çu po thoshti, veç kot i kelon haramet, si e knaq, i lutu në gjinu të bosana, apo ka unë çka nëse del çu po them unë pastaj, çfarë bëhet me ty? Hat me mu kur që s'bëhet. So që është të veç, kjo bjen ka një nivel të diskutimit, veç me bind. Nëse s'karin gjallë, s'ka gjenet, që ke upti që s'ke pi drogë, s'ke vjetë, që ke upti? Që ke upti që ke tu me dinitet, që ke up? Kur s'ke up apo? Ama nëse del që po të thëmën e që bën të tani apëtën? Ndaj të nëzëzër, kësto pun të provojmë në apëtën. Nëse një jetë e kem, një mundësi e kem, edhe këto me bo si lutri edhe si eksperiment, është dështimi madh apëtën. Kështë që muslimani e ka këtë punë të monë të qarkot, ju e keni fene juaj. Po, në kuptimin e të drejtës. Na nuk mshilisim nga realitetja përsh. Me thonë që, ja, s'ka veç musliman. Ka dhe tjerë, Allah. Ka tjerë. Së shme huti. Ma dhe djetarët e kanë ndalu me bo doat për gjithshme për shkatërim të ketë ju muslimanve. Zban kështu me bo doa. O Allah krejt kur zbeson ty shkatëraje. Zban kështu. Nuk ban atë. Ti bon doa për zullumqartë, për keqbërësit, për gjakatarët, për kufizim, ama veç për shkak të mosbesimit me kërku shkatrimin e njerëzve nuk lejohet ato. Për shkak s'ka bu kështu dua pejgamberi kur kundër tyne. Ka bu dua kundër kategorive që kanë vrarë besimtarët, për shembull, ka mu padrejti, mirë, po për tjerë ka bu dua mu udhëzu ata ato. Kështu ti i pranon si realitet që kjo është lekum dinukum. E keni mundësinë e juaj apo? Si e drejt me egzistu, si e drejt me vazhdu në besim tyne, por jo si e drejt kuptim të dëvërtetës edhe saksis, jo në këtë aspekt. Nga se atërë, që e bjene jamja? Lekum dinukum, wali e din, kjo është e para. E dyta, lekum dinukum, wali e din këtë kuptim është edhe adhurimi. Se arabisht din është diçka që bëhet bidejdene, diçka që është e vazhdushme, diçka që është e përditshme, diçka që është e zakonshme, apo? Andaj, ju e keni jetën e juaj, organizimin e jetës së juaj, ju e keni adhurimin e juaj, çështja e juaj, s'm intereson e punë. Unë e kam timin të qartë, e kam adhurimin e qartë, e kam jetën e qartë, i kam qëllimet e qarta në jetën time, edhe e kam të qartë qëllimin e krijimit. E kam të qartë synimin tim, kënaqësia e Allahut edhe xheneti. I kam të qarta. S'kam bën me ju ato. E kjo është e pjesa e distancimit, jo pjesa e parafrimit. Prandaj komenti i këtij ajeti në shërbim të parafrimit duke dëmtuar parimet është i papranueshëm. Ndërsa komenti i këtij ajeti në shërbim të distancimit duke lënë mundësinë e diskutimit është i hapur dhe është i pranuar. Besoj që është e qartë mes dy komenteve këto. Prandaj edhe ky distancim këtu tregon që edhe tek i adhuruari ndahemi, por edhe tek adhurimi na ndahemi. Prandaj të ndrum kjo sure ka përmbledh dy parimet elementare, dy shtyllat kryesore apo të islamit, që janë la ilaha illallah edhe Muhammedun Rasulullah. Pjesa e parë, la a'budu ma ta'budun është la ilaha illallah. Nga se këtu mohohet e drejta për adhurim kujt e qoftë pas Allahut. Këtu ka pohim të atij që duhet të jetë i adhuruar, Allahu Azza wa Jall. Do fjala po la ilaha illallah është pohim i të drejtës për adhurim që duhet dhe vetëm kujt Allahu Xhallahu Ala. Këtu ka një shmëri të Allahu Xhallahu Ala. Dhe këtë thot ajeti la a'budu ma ta'budun. Nëse wala ana abidun ma abadtum është Muhammedun Rasulullah. Flet për rrugën, flet për adhurimin, nuk flet për të adhuruarin. Prandaj nuk e adhurojmë askë pas Allahut dhe nuk e adhurojmë Allahun pas si na ka mësuar Allahu përmes Rasulullahut. Ç'kjo është fena, ka më qartë. Veç Allahun e adhurojmë dhe Allahun e adhurojmë sipas asaj që na ka mësuar kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është feja jonë, domethënë ndërtuar në thashëthëme, në bestytni, në zakone, në tradita, në epshe, në interesa ja ato. As në përvoja. Na më shku për shembull të një kompani edhe më na kallzu për shembull për në adhurim caktuar. E cili thot për shembull më ne që mëngjes mirë është gjysgote e pin, pak të kënë delë tani, ja, falënderë. Po e kompani shumë është e zhvilluar me ka, falënderë shumë, s'mune shumë.
Po përvojat kanë dëshmu, këtë përvojat me moj për vete, së vina të përvoja më. Është e qartë, feja thot haram, ka marrë fonda apo? Po pika ato. A nësë nërdo të feja në përvoja, në eksperimente, a përvojmë në një vjetë, për shembull, s'po shkojmë në haxh, mos po përmirësohet gjendja ekonomike globale, apo. Jo, Allah, se haxhi se shkakton krizën globale, e ka shkaktuar hajnit edhe pangopsitë e njerëzve, se haxhi kultivon bamirësinë, haxhi kultivon solidaritetin, këtë kultivon haxhi apo. Andaj me bu haxhin fajtor, pse s'kena shkolla, është poshtërsi apo. Allah është në çmim, apo. Shkolla s'kem se i kem do të pangopshëm halas mungien, çata s'kena shkolla, as spitale, çata se këtë shumë pas, elhamdullah me kondë njerëz pak që dikur ngjen, dikur kryhen apo. Po s'po kryhen fatkeqësisht apo. Ton çata tani po jesëm na pa u kry. Sa ata s'po kryhen. A që të vëzër, sa shke punë eksperimenti, provojmë na ato. S'kem që me provuna, se kjo është dëshmu ma ato. Andaj feja është Allahu Gjallahu Ala. Inne dine inda Allah el Islam. Te Allahu feja për nëmë është Islami. Që kjo është? Cila është Islami? La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Na besojmë në Allahun Gjallahu Gjallaluhu, edhe Allahun e adhurojmë. Dhe besojmë në Allahun si pas asaj që në kam su kush Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu për asaj që mund të përmanim të ndërmundë është edhe fjala kafirun. Këtu ka gjykim. Kul ja ejuhel kafirun. Andaj, konzërimi i dikujt si kafir, si mohus, është pjesë e fesë. Nuk mund në më thonë që zban mi thonë dikujt i shtopë. Jo, duhet mi thonë se vetë të qështu apë. Vetë të qështu apë. Shumë njëri thotë qëre, unë e zbesoj në gjenet, zbesoj Allah. A zbesoj në njallë, këtu e në palavra. Qështu thotë apë? Mi thonë, anë e më sukut, muslimani e ti veç, tu ka përzi pa ka përë. Jo, Allah, feja është e qartë Allah. Thush s'ka gjenet, thush s'ka ahiret, thush s'pejgamberi s'është i dërguar i Allah Gjallahu Ala, në të në kafir. A kuptove? Kësë është punë, jo, në të tojna. Jo, pëse në po të tojmë, po pëse ti po i thush vetës e me këtë gjendje, ti e më usë, a më e më qësaj. A që thëtë, Allah nuk eksistan. Së eksistanin, a ke po zotin se ke po, ani, për shamu, nuk besan Allah Gjallahu Ala. Që mi thonë akina? Na i thëma, ka folë që palidhe ka era, apëtëna ma muslimanë është atë. E për palidhe edhe mushrik kanë folë, se ata milidhe s'kanë folë. Apo, ata kanë folë palidhe, kur ka thonë lati, uzaja, edhe palidhja, se ma palidhe s'ka se që kja apëtë. Ama përshkak se jenë palidhja, Allah ju ka thonë kulli e el kafirun. Për dhejtë në rëzër, qështja e dikujt që realisht më hanë, edhe nënqman fenë, për bus fenë, luftën besimtarët, që kjo është certifikata për ta, surja kafirun. O shumë s'ka. Mirë po, në nën tjetër të në vëzër, apo du të me pasu me këtë certifikat kuj pjef, apëtën. Se është zgjeru këhere fatkecisht, apo gjykimi, e kanë marë këtë qështje kaqë serioze, kaqë nëzishme ndorë, edhe njerëz me ndjelet, ignorant, gjahila, që nuk di uzimet e djetarëve. Andë gjdo kundërshtar e shpal kafir, ja certifikatën. Gjdo kur që spajtohet, s'menën s'ja ja shpal qështu. E këta ignorant. Këta janë e zeza e dinit e islamit. Përshka këse, këta fatkecisht e kanë bë që fjalla kafir me konë qa që të mërshme, apo, sa që në meni kur dikujt u dhush kafir në kupton se ti ki me vra, ki me prej, ki me boj që shtu ndërlidhet apo, si kështë fjalla shëriat. Kanë sjellë praktikat të mërshme të shëriatit, edhe një grupet e devijume, që kur t'ja përmend diku shëriatit, ative që kujtohet, të e djega të përzgjallë, apo. I thush shëriati, aj që e prej këta me shpata, o qaj? Ja, a përsheni? E këta e një randë, këta e në kriminal, këta e kam prish imazhin e bukur dinit të Allah të bërtaj cili nuk gjikon me paramendim, nuk gjikon me paragjykim, nuk gjikon me inat, po ka argumente, ka fakte, që njeri i pranen a thush ti që shto po në thamë, ti a nuk bezoj shto po, që kjo është gjykimi i fesë për ty jopton. Mirë po të rëzën nga lërësia, nga distanca, me tendencë me i dredhu faktet, edhe mi dhëmë konotacion të kundërt, kuptimeve dhe sferimeve dikujt, duke i në njetët e njerëzve, duke i në qëllimet e tyne, duke i kuetin kun, me gjithë dikun një arsyetim, edhe me enzirë dikun për dinit, edhe me shpal argat shejtanit e armik muslimanve, këto praktike janë të rrezikshme, dhe janë deviante, dhe janë në shpërputhje me surën kafirun, edhe në shpërputhje me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fatkeqësisht, do të thonë tekfirizmi si rrymë e rrezikshme që nuk ndërtohet
në udhëzimet e Kur'anit e në udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sot është njollë e Islamit që fatkeqësisht përmes asaj njollë krejt musliman po njollosen. Për shkak të mendjelecive të tyre, shumica e muslimanëve paguajnë faturat e tyre fatkeqësisht. Ndërsa ata s'kan të bëjnë me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as s'kan të bëjnë me udhëzimet e surës El-Kafirun. Dhe të ndrum vëllazër, në fund edhe një sqarim për frymën e surës El-Kafirun. Thamë surja El-Kafirun ka të identitet, ka të distancim, apo? Kur themi identitet, kjo nuk më anë identitetin pastaj, i cili nuk kupton gjuhën, kulturën e kështu me radhë. Ne kena këtë musliman fene e përbashkët, por gjuha dallon. Kemi kulturën që na dallon. Andaj ky identitet nuk i anulon në tërësi këto. Mirë po, i pranon në suaza të rregullave dhe kushteve që Allahu xhallahu i ka shpallur. Kjo është e para. Se disa kanë tendenca që domthonë deklarimin ton të identitetit fetar me e përdor apo si armiqsi ndaj identitetit kombëtar. Kjo është gënjeshtër, kjo është mashtrim. Muslimanët e kanë dëshmuar me shekuj se identiteti tyre fetar realisht e ka mirëmbajt në mënyrë më të mirë të mundshme edhe identitetin kombëtar të gjuhës, e të vendit, e traditës e zakonit. Dhe çështja e dytë e kësaj sure që është distancimi, distancimi nuk kupton në aspektin e koncepteve, kuptimeve të besimit. Ndërsa ky distancim nuk kupton absolutisht mohimin e të drejtës për diskutim, debat, madje bashkëpunim të përbashkët për të mirën e vendit, për të mirën e popullit, për mirën e të ardhmës, nuk na pengon. Na distancohemi në besim, por luftimin e krimit mund ta bëjmë bashkë, luftimin e drogës mund ta bëjmë bashkë, luftimin e të keqes mund ta bëjmë bashkë, luftimin e varfisë mund ta bëjmë bashkë. Andaj surja Kafirun nuk mohon bashkëpunimin në fusha të caktuara të jetës, por mohon mundësinë e bashkimit në atë që është e qartë dhe e ndarë që është çështja e tauhidit, besimit në Allah xhallahu ala, Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pra nuk duhet me përzim me çështjeve. Surja Kafirun është surja që qartas i ka dhënë gjërat. Mbi çfarë bazë ndërtohet identiteti, ç'është manifestohet identiteti, kufit e këtij identiteti dhe si kuptohet distancimi, dhe ky distancim nuk kupton domosdoshmërisht në çdo situatë luftën, gjakderdhjen, tjetërsimin, eliminimin e tjetrit dhe mohimin e bashkëpunimit. Nuk kupton absolutisht. Dhe praktika e pejgamberit ka dëshmuar këtë çështje dhe praktika e sahabeve, ku e dini kanë sahabët në për shumë vende që kanë qenë me fe tjetër, nuk u kanë rënë kishat, s'u kanë rënë të drejtën për adhurim, përkundazi u kanë lënë në njën e udhëzimeve të asaj që na ka mësuar Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj çdo tendencë për me e tjetërsu identitetin ton si rrezik për identitetin kombëtar është mashtrim. Dhe çdo tendencë që lufton distancimin në emër të asaj se prodhon urrëtie në kuptim të armiqësisë, luftës edhe kështu me radhë, eliminimit, edhe ky distancim për ne është i papranueshëm. Andaj surja Kafirun qartas tregon se çka është identiteti dhe çka është distancimi me kuptimet që i përmendëm dhe na udhëzon që të jemi të kujdesshëm në gjykime, nga se gjykimi për nivelet të këtilla të dalës nga feja Allah xhallahu ala janë të rezervuar për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjykimet tilla kanë të bëjnë dietarët, gjykatësit islam që i njohin rregullat që duhet, ndërsa kjo që nuk është lënë në dorë ignorantëve, njerëz të rëndomtë që nuk i kuptojnë rregullat e gjykimit, e as vlerësimit, e as argumentimit e kështu me radhë. Kjo është ajo që ka me surën Kafirun, pjesa e parë kuptimi i përgjithshëm dhe disa mesazhe që dalin nga surja El-Kafirun. Allahu xhallahu ala bëv që të ndërtohet në zemrën tonë besimi i pastër, i qartë. Besimi i cili në lëvizjet adhurimit, nga se kështu ka kuptim, kur lëviz ka praktika dhe vepra. Një besim i qartë në dunja që na bën kënar, na bën produktiv, na bën dobishëm, të mirë për njerëzit dhe na bën në ahiret Allahu të kënaqur me neve, e të fitojmë shpërblimin e tauhidit, besimit në Allah xhallahu ala dhe distancimin nga të gjitha format e adhurimit të ndokujt pas Allahut te bareke ve taala. Kaq për sonte, Allah e shpërbleft. Takojmë inshallah në takimin e ardhshëm tek surja e fitores. Nasrit, inshallah Allah na jap fitore në çdo aspekt e na ndihmon që të kalojmë sporat e dunjas në kënaqësitë e Allahut edhe në shpëlimin e tij. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.